Ndeshja kryesore e kësaj jave padyshim është sfida që do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Tetov mes Shkëndijës Vendase dhe Rabotniçkit. Me fitoren eventuale kundër romantikëve, skuadra kuqezi edhe matematikisht do të sigurojë titullin kampion i Maqedonisë së Veriut në futboll, të pestin në historinë e këtij klubi, që është simboli i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Për këtë sfidë të rëndësishme, ekipi është përgatitur maksimalisht, si në aspektin taktiko-teknik, ashtu edhe në aspektin psikologjik, duke pasur parasysh karakterin e kësaj ndeshje. Kapiteni Besart Ibrahimi, i cili në karrierën e tij ka 3 tituj kampion me Shkëndijën, 2 me Struga Trimlum dhe 1 me Renovën, tha se ekipi është i gatshëm edhe për sfidën e nesërme. Të gjithë ne e dimi rëndësinë e kësaj ndeshje, jemi përgatitur maksimalisht, kur e mendojmë që me fitore nesër matematikisht jemi kampiona, edhe jemi të gatshëm për lojën e nesër. Përkundër presionit për të dhënë më të mirën, sidomos pas 2 barazimeve të fundit, ekipi i Shkëndijës do të dalë fitues në këtë ndeshje. Çdo herë mendoj se normal që këtu në Shkëndi është vështirë me presionin që e kemi të gjithë ne të hapim çdo herë atë që e pret publiku, e dimi të gjithë ne që janë të dëshpëru 2 rezultatet e fundit, por unë besoj që ne jemi të vetëdijshëm edhe shpresoj që nesër ta fitojmë ndeshjen edhe të shpallemi kampion. Kapiteni Besart Ibrahimi është futbollisti i vetëm që në kampionatin e Maqedonisë deri më tani ka 6 tituj të fituara, ndaj ai shpreson se titullin e tij të 7 do t'ia dedikojë Tetovës dhe ballistëve. Po shpresojmë njerë ta fitojmë edhe normal që doja dedikoja familjes time që më kam përka çdo moment, Tetovës, ballistëve, të gjithë tifozëve që janë pranishëm te ne. Sfidë të rëndësishme nesër do të ketë edhe Besa e Dobërdollit në transfertën në Kavadar me Tikveshin, në Shkup skuadra e Vardarit përballet me Struga Trimlum, ndërsa Shkupi është mysafire e AP Brera në Strumis. Të gjitha ndeshjet e nesërme fillojnë në orën 17.